Zonja e Zotrinj, ju përshëndes, unë jam Arlin Disa, do t'jemi bashkë si çdo ditë në lajmet e orës 15 këtu në Report Televizion. Shohim titujt kryesor. SPAK kërkoi nga 10 vite burg për ish zëvendës ministrin e shëndetësisë Riepa dhe biznesmenin e sterilizimit që me gjykim të shkurtuar u zbret në 6 vite 8 muaj. Ish ministri Beqaj po gjykohet më vete pasi s'ka pranuar ulje dënimi e nisur nga kjo pretencë, ai rrezikon minimalisht 10 vite burg pasi njëjtë si Varci ai akuzohet për vjedhje duke shpërdoruar detyrën si grup i strukturuar kriminal. Gjatë samitit të Hagës, aleatët e NATO-s ranë dakord që t'investojnë 5% prodhimit të brendshëm bruto në fushën e mbrojtjes. 3.5% do t'jetë për ushtrin, ndërsa 1.5% për të mbrojtur infrastrukturën kritike. Në fund të deklaratës, aleatët theksojnë se samiti i radhës mbahet në Turqi dhe ai i vitit 2027 në Shqipëri. Një vendim i kasit për të quajtur të vlefshme vetëm votat e kandidatëve kur shenjat janë brenda kutisë dhe asnjë shenjë tjetër, po heq shumë vota preferenciale. Në Tiranë duket se ky standard i ndryshëm nga ai votave për subjektet nuk po ndikon, por në qarqet e Durrësit dhe Fierit mund të ndryshojë mandate. Mbi 20.000 punonjës i mungojnë sektorit të turizmit në kulmin e sezonit, hotelet, restorantet ngren alarmin për punëtor në një kohë kur më shumë se 69.000 qytetar janë regjistruar si punë kërkues në zyrat e punës. Rreth 6.500 aplikime janë kryer deri tani për regjistrime në çerdhe dhe kopshtet publike të Tiranës, ndërsa kapaciteti është për 4.000 fëmijë. Drejtoresha Zhaneta Beqiri thot për Report Televizion se do të merren ambiente me qira. Kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka akuzoi Ministrinë e Arsimit se nuk po jep fondet e premtuara, duke vënë në pikpyetje organizimin e kompeticioneve të ardhshme. Federata Shqiptare e Futbollit mori vendimin ekstrem duke u larguar nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar.